se pushteti me satelitet e tij për studio televizive e ka shpërnda propagandën se Alianca nuk e ka lënë pragun. Kjo e ka godit Aliancën, kuptim të asaj se një numër njerëzve nuk e kanë votu Aliancën të besu se kja ashtu kështu nuk e ka lënë pragun, të paktën mos ta humbi votën time. Dhe kjo ka ndikuar që 1% i Aliancës të humbet. Mirë po, Alianca dëshmoi edhe njëherë që pragu kur s'ka qenë temë e Aliancës, është largu prej pragu dhe kjo është kriju një hapësinë për frymëmarrje dhe për zhvillim të partisë. Domethënë zgjerim me zhvillimet të reja, me krijimin e institucioneve të reja brenda partijake, po krijon bazamentin për me u zhvillu dhe me qenë një faktor i rëndësishëm në jetën politike në Kosovë. Në fakt, Alianca Zotri Arifi ishte e para ndoshta prej gjitha partive e cila e bëri një hap për formimin e institucioneve. Kam fjalën për një konferencë të kryetarit Ardian Gjini, i cili edhe i paraqiti kushtet e Aliancës për funksionalizimin e institucioneve. Një prej këtyre kushteve është edhe çështja e gazit amerikan, pra ju keni një qëndrim të qartë, jeni për gazin amerikan dhe në momentin e parë që ndoshta qeveria e çon tutje pra bëhet pjesë ndoshta e këtij projekti, ju jeni për të votuar dhe për të çuar përpara edhe formimin